Studentja u vra në protestat e përgjakshme në Iran, momenti prekës kur vajza pret flokët në varimin e së motrës. Moment prekës kur një vajzë e re në Iran pret flokët në funeralin e motrës së saj, e cila u vra në një protestë nga regjimi teokratik, është bërë viral në rrjet dhe ka qarkulluar në mediat sociale. Melika Dastiab, një studente 21 vjeçare ekonomistë, u qellua për vdekje nga forcat qeveritare në provincën Kermanshah. Vajza e re kishte marrë pjesë në demonstrata si Mira, bashka detar të saj kundër regjimit dhe e pagoi këtë me jetën e saj. Trupi i saj u varros në qytetin e saj të lindjes pas një funerali ku morën pjesë një turmë e madhe me motrën e të ndjerës që i preu flokët në shenjë proteste. Një video e postuar fillimisht në Telegram tregon madhësinë e turmës që mori pjesë në funeralin e studentes së re, sipas organizatës amerikane për të drejtat e njeriut, HRANA. Të paktën 5.933 persona janë vrarë në protestat që filluan në 28 dhjetor si protestë për tregtarët, por që shpejt u përshkallëzua në thirrje për ndryshim regjimi. Kjo është goditja më e përgjakshme nga autoritetet iraniane që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Prerja e flokëve është një traditë e lashtë iraniane përdorur nga gratë si simbolizis për humbjen e të dashurit të tyre. Kjo praktike e njohur si Gusum Boran në Iran ose Kamar midis komuniteteve kurde është rishfaqur vitet e fundit si një akt proteste kundër shtypjes së regjimit iranian. Në veçanti pas protestave masive të vitit 2022 që pasuan martirizimin e Mahsa Amini dhe nga policia e ETH, shumë gra, jo vetëm nga Irani, por edhe nga shumë vende të tjera të botës, pren flokët duke shprehur mbështetjen e tyre për luftën e popullit iranian për liri dhe drejtësi.